Rikthehet qetësia në Berat, pas humbjes ndaj Dinamos dhe polemikave të shumta që sollën edhe largimin e trajnerit Memushi, skuadra gjen forcë dhe fiton takimin e javës së 17 të Superligës ndaj Shkumbinit. Goli i Endre Bakiut, shënuar në minutën e 3 shtesë të pjesës së parë, ka vendosur fatin e ndeshjes luajtur në Berat me Tomorin vendas dhe Shkumbinin mik. Aq ka mjaftuar që 3 pikë të shkojnë në llogarinë e Tomorit, i cili ngjitet tashmë në kodën e 17 pikëve dhe pak e nga pak duket se do të largohet zonës së ftohtë, e cila përbën rrezik për mbjetesën. Peqinasi posojnë humbjen e 2 të radhazi në kampionat, duke mbetur në kodën e 20 pikëve, vetëm 3 të tilla më shumë se Tomori. Skuadra e bëri detyrën përpara një tifoz lloku të mrekullueshëm, tashmë drejtuesi duhet ta ndajnë mendjen për të zyrtarizuar pasuesin e Memushit. Apolonia nuk shkon më shumë se barazimi pa gola me Kamzën në stadionin Loni Pabuqiu në takimin e vlefshëm për javën e 17 të Superligës, duke konfirmuar krizën e thellë që po kalon. Kamza luajti për gati 20 minuta me 10 lojtarë pas ndëshkimit me karton të kuq të kapitenit Fation Tafaj. Një pikë etike për trajnerin italian Mauro De Vecchis në rezultatin e dytë pozitiv radhazi e që sheh Kamzën me 18 pikë, ndërkohë Apolonia ka 13 javë që nuk po prek fitoren dhe po sheh gjithmonë më shumë kategorinë e parë. Fa një super brusin Kango Kastrioti shpartallon vllaznin e Loro Boricit, duke i dhënë një leksion të vërtet futbolli. Golashnuse e mirë krotanëve dhe pse nuk shënojnë në këtë sfidë, ishte padyshim njeriu më përcaktues me asit e dhënë, duke bërë që tregojë të festonte në djepin e futbollit. Kuqeblut Shkodrano tregua një skuadër shumë e vogël dhe me probleme të shumta, por nuk arritën për asnjë moment të vinë në vështirësi skuadrën e Ramadan Dreut. Vetëm një javë më parë të gjithë folën për një vllazni e cila ka rilindur, teksa zbritën të utën nga Froni. Ndërsa në këtë sfidë Shkodran bën hirakiri, duke lëshuar terren në objektiven e tyre për të qenë pjesë e zonës euro. Miqtë nisin këtë sfidë me këmbën në dur, teksa Gjiani i bën një hapje spektakolare, duke finalizuar me gol pas vetëm 2 minutash lojë. Tentativë dhe ka ardhur goli i parë që në skuadra e Kastriotit. 0-1 është bllokohet gjithçka në Loro Borici. Ka realizuar Parit Gjihani. Goli i sulmuesit Kavajos u duket thjesht si një rastësi, si një mungesë përqendrimi, teksa Jablan barazoi shifrat pas vetëm 5 minutash. Një gol që sjell qetësi në kampin e shkotranëve. Në këtë kombinim me Hajdarin vjen ai krosim, topi i cili mbetet në zonë, kjo goditje, vjen goli i barazimit, shënon skuadra e vllaznis 1-1, vendoset baraspesha në Loro Borici shumë shpejt kanë mundur të realizojnë. Por Reshtuna ishte dëshmuar për qenë breme e krotanëve. Jetmir Sifa në minutën e 16 rikthehen Kastrioti në avantazh, ndërsa Dragoj vendos kapakun pjesë së parë, duke shënuar golin e tretë. Edhe njërin Kango bën çorap mbrojtjen e vllaznis, duke dhënë mundësisë Dragoj të shtynte topin në rrjet. Në shifrat 1-3 përfunduan dhe 45 minutat e para. Kontyt në qendër Kango ka gjetur hapësi, vjen ajo goditje dhe goli i tretë ka realizuar Dragoj. Ka ardhur goli i tretë për skuadrën e Kastriotit në minutën e 40. Olsiguca i kishte mundësi më të mirë për të rihapur dhe një herë takimin e vlefshëm për javën e 17, por nga 11 metra distancë nuk tregohet i saktë. Halili tregohet reflektiv duke grushtuar gotinë e Gocajt dhe duke ruajtur avantazhin e 2 fisht. Megjithatë ato që nuk bën Goca nga pika bardhë 11 metrish të bën Hajdari vetëm. Me Soshuri kalon çdo faner të kuqe që i del përpara, duke realizuar një gol spektakolar, që drejtëron 3 pikët e krotanëve. Kur të gjithë prisin golin e barazimit, Dragoj vret shpresën e vllaznis duke shënuar golin e dytë personal dhe të katërtën për Kastriotin. Të besuarit e Ndreut arrin në këtë mënyrë të marrin një 3 pikësh në një fushë të vështirë se ajo e vllaznis, ku asnjëherë nuk është lehtë ta fitosh, pavarësisht kush janë lojtarët që veshin fanelën kuqe-blu. Përfatën dhe stafin e tij nuk ka justifikim për këtë humbje. Thjesht duhet reflektuar se çfarë nuk funksionon me këtë skuadër, e cila brenda një jave shfaq 2 anët e medaljes. Nuk ka mundur dot të kontrollojë. Skënderbeu bëri detyrën duke fituar ndeshjen e javës së 17 ndaj Laçit me rezultatin e pastërt 3-0. Kurbinasit me disa mungesa ishin të pafuqishëm ndaj kampionëve, pavarësisht faktit që takimi u luajt në fusha Snjanse në Peqin. Edhe skuadra e Levit kishte disa mungesa të rëndësishme, por me shkëmbin e Muzakën në fushë ke garanci. Goli i parë shënuar në pjesën e parë nga kroati Davor Bratic me një të djathtë fuqishme. Pjesën e dytë është ngjitur në katedër i riu Tahir Llari, që ka shënuar 2 herë në portën e Kurbinasve. Përfundon 3-0 për Skënderbeun, që me 38 pikë mban vendin e dytë, vetëm 1 pikë më pak se Tirana kryesuese. Javën e ardhshme Korçarët luajnë në kryeqytet ndaj Kamzës. Laçi, pas një jave pret Tomorin,
në një takim të drejt për drejt për t'i shpëtuar play-offit. Në ballë Shteuta nisi ndeshjen me ritëm dhe disa raste të mira, por përfundoi duke u mbrojtur me shumë lojtar përballë vendasve që realizuan një rritje konstante deri në fund. Vetëm një pikë u vlen pak të dyja skuadrave, por që sidomos godet rënd shanset e dursakëve për titull, gjithmonë e më të shkëputur nga kryesimi pas fazës së parë perfekte që realizuan. Malakastriotët me 23 pikë ndihen komod në vendin e 6, ndërsa Teuta me 34 pikë renditet e treta, djemt e tetit janë 5 pikë larg Kreut dhe për më shumë kanë 5 ndeshje që nuk e njohin më shihen e fitores. Sipas kësaj ecurie mund të themi që Teuta i ka larë duart me titullin. Flamurtari mposhtet në Vlorë pas më shumë se 2 vitesh, ndërsa Tirana arrin fitoren që ndoshta do të konvertohet në titull kampion. Flamurtari Tirana, superndeshja javës së 17 kategorisë superiore, përfundon me fitoren e kryeqytetasve 0-1 me një gol të shënuar nga Mario Morina. Atmosfera ishte ideale për të zhvilluar derbin e ndershmërisë dhe skuadrat ishin të karikuara. Minutat para të mira për vlonjatët që tregojnë me njëherë dhëmbët dhe shënojnë me Pejic në minutën e 10, por më parë arbitri i kishte rënë Bilbilit për një faul në favor të vendasve. Goli si ish për kroatin nuk vlen. Tirana fiton terren dhe bën të hesh stadiumin flamurtari në minutën e 22 kur shënon me Morinën. Aksioni nga djathta e bardhë e bluve është spektakolar, nis me Sinën, ndërsa më pas kombinimet Morina-Aziri janë efikase dhe sulmuesi i ri mposhtë Koliqin. Tirana merr kryesimin, ndërsa fanatikët shpërthejnë në fest. Minutat kalojnë dhe Tirana kontrollon gjithçka, ndërsa skuadra e Muçës provon të bëjë diçka, por nuk është efikase. Julian Ahmataj është nga të paktët futbollistë që merr duart trokitjet e tifozëve vlonjat kur del nga loja. Ish futbollisti flamurtarit lë takimin në minutën e 43 i dëmtuar dhe vendin e tij e merr kalari. Vendasit e nisin furishëm pjesën e dytë. Në minutën e 47, një ish, Toni Pezo, provon të djathtën, por preda e kroatit fillimisht ndalet nga lika e më pas në travers. Traversa e Pezos ishte vetëm sinjali i parë. Pak minuta më pas, Shtubina kombinon me Prognin që nxjerr të lirë Lenën, por kapiteni nga shumë pranë nuk gjuan dot. Skuadra e Rubios, edhe pse është në shënjestrën e vlonjatëve, kontrollon gjithçka mirë. Në minutën e 56, Bekim Bala i shmanget mirë Veliut dhe gjuan, por e marrë Shkodranit është e dobët dhe Koliqi është në pozicion. Gilman Lika, ndoshta më i miri tek miqt gjatë gjithë ndeshjes, ka bërë ç'të donte me kundërshtarët në krahun e tij. Një gjë të tillë e bën edhe në minutën e 59, por Gjuajtja përfundon për pak jashtë. Kapiteni Tiranës Sina e donte një gol në Vlorë për të siguruar fitoren, por është i pafat. Gjuajtja e mbrojtësit të djathtë me kokë përfundon vetëm në travers në minutën e 64. Në minutat e mbetura, Tirana e menaxhon mjaft mirë golin e Morinës, madje edhe me prepotencë. Shkëlqi Muça i luan të gjitha kartat, edhe pse djemt e tij e prodhojnë ndonjë rast. Goli i barazimit nuk vjen. Në vërshëllimën finale të Bardhyl Pashait, Tirana shpërthen në fest, mposhtë rivalin e drejt për drejt dhe ruan kryesimin në kuotën e 39 pikëve. Tashmë rruga drejt titullit bëhet më e lehtë dhe festa me tifozët është legjitime. Zinë Vlorë, flamurtari jo vetëm që i ka thënë lam të mirë titullit, por rrezikon edhe Kupat e Evropës. Vlonjatët renditen vetëm të pestët. Momentin që Dinamo do të luajë barabartë me gjithë ekipet e tjera. Domethënë ju donin kaq javë që të vinin në barazim me ekipet e tjera. Dhe mendoj që këto 2 fitore, po dhe barazimi me Fierin, i cili ishte totalisht i pamerituar, sepse Dinamo pati jashtëzakonisht shumë raste për ta fituar atë ndeshje, tregon që Dinamo po tregon fytyrën e saj, po rikthehet te një lojë shumë më organizuar se ajo e fazës parë. Megjithatë, për thënë vërtetën, në fazën e parë ka pasur shumë ndeshje të mira, rezultatet kanë qenë të ngushta, por që ka pasur mangësinë në shënimin e golit. Megjithatë, shoh që edhe përgatitja fizike e lojtarëve po vjen në rritje. Kuli me eksperiencë dhe gjithë nga 20 vjeçat të tjerët. Megjithatë, Daja në formë fizike të jashtëzakonshme dhe është gjetur pozicionin. Po tani duket se shkëty ku duhet se zakonisht është shpërdorur edhe në krah, megjithatë pozicioni i qendrës është pozicioni i dur për të. Duhet të jetë më Shtini duhet të jetë jo individualist, duhet të jetë më altruist, duhet të pasojë me shokun, duhet të jetë pjesë e grupit. Është shumë i shpejtë, shumë i shpejt dhe edhe ai me shumë
shtinit e shtinit e kena diskutuar. Fizike, megjithatë duhet të shpatet më mirë me pjesën tjetër e ekipit. Kishte raste Dinamo për ta dyfishuar rezultatin. Po te Imamin prapë të fuzën me sa i mirë ishte ai, si ka mundësi. Edhe unë mendoj që Imami në rolin e mesëshorit të majt do të jetë shumë efektiv për Dinamo. Do të jetë shumë efektiv. Është lojtar që gjuan mirë me këmbën e majt, kroson mirë. Nga Manidin e me. Edhe në trup fizik është. E i ri është, megjithatë edhe ai ka nevojë për. Tani do fitoj dot jashtë kjo Dinamo, do marrë një pikë jashtë. Unë mendoj që po. Unë mendoj që po. Ka një gjë më që ekipi krijon shumë raste dhe duhet ta di për hallet që ka, domethënë nuk mund duhet kë bujari. Dinamo kuptohet që është me çuna të rinj. Mira, por do të thoya që në këtë mënyrë të reagosh në fushë kundërshtare, kam përshtypjen që do krijohen më pak raste në fushë kundërshtare, por duhet të jenë më praktik. Sepse Dinamo tani dhe e ka luftën për ekzistencë, çdo nesër e ka finale. Dhe inshallah më dhënë këtë punë vazhdon për Dinamon në kuptimin që mos humbim një pjesë të historisë kampionatit. Okej.